ndeshja e Enqës mes Teuta Basket dhe Tirana, e luajtur në Pallatin e Sportit Ramazan Jala në qytetin Bregdetar, përfundoi me një rezultat të papritur për tifozërinë dursake dhe vetë ekipin. Vendasit humbën përballë Tiranës me një rezultat jo të merituar prej tyre, 72-103 pikë. Askush nga pjesëtarët e ekipit dhe as nga tifozëria që e shoqëron në çdo përballje sportive, duke u nisur nga performanca e mirë e djemve të detit, nuk mundën të parashikonin këtë rezultat. Në ndeshje rancëse nuk pati rivalitet. Teuta ishte pafuqishme për të reaguar. Tifozëria dursake e mësuar me ndeshjet e bukura spektakolare që janë mësuar të marrin nga ekipi i tyre i zemrës, këtë radhë u shgënjyen. Lojtarët në efektin e një humbje të pamerituar, sipas tyre, thanë se problemi i tyre ishte mungesa e stërvitjes, aq e domosdoshme në prag ndeshjesh. Ekipin tonë u shpreh disa prej tyre, e përzun 2 javë para ndeshjes nga pallati i tyre i sportit. U enden poshtë e përpjet si refugjat në qytetin tonë për të gjetur në një vend ku të stërviteshim sadopak. 2 ditët e fundit u zhvillua stërvitje në gjysmë fushën e Ramazanjales. Pasi në të po zhvillohej kampionati i peshngritjeve. Pamjet e gjendjes së rënduar të kësaj stërvitje flasin vetë për situatën e ekipit në këtë fazë të kampionatit dhe stërvitjes. Nuk arrihet të kuptohet nëse jemi në një ambient normal sportiv apo në një fushë betejë anarkie organizative me pasoja të rënda për dursaket, të cilët e kanë nderuar vazhdimisht sedrën e qytetit me ndeshje prestigjioze, si në vend ashtu dhe ato ndërkombëtare.